Dhe kryetari ka drejt jetë edhe portier, edhe arbitër, edhe trajner, edhe FIFA, edhe komentator. Dhe ligjet dhe rregullat i bën ai që ka vullën. Tjetra, me që dolëm tek statusi juridik i Saljanit, për cilën nuk është se kam ndonjë... E gjeta statutin, në më faler. Nuk është se kam ndonjë afeksion apo ndonjë urrëtie. Por nëse do marrim për pastërti figure, ky që është kryetari i partisë, është enden mas në SPAK apo shkon çdo javë dhe është person non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Atëherë, o duhet të jenë gjitha figurat e pastra, ose jo. E para. E dyta, në qoftë se ti thua... Po jo, është dënuar me vendim të formës prerë. Pastërtia e figurës, vendimi i formës prerë nëse ka dhënë Shtetet Bashkuara të Amerikës non grata, është vendim politik. Dhe ky nëse bëhet kryeminist nuk shkel dot Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta zëm. Ose në Britaninë e Madhe. Ndryshuar. Kurse ky formës prerë nuk është i ndryshuar. Edhe Saljanit mund të bëhet i ndryshuar. Jo. Ja ashtu. Po 5 vjet e ka ndaluar Saljani mos marrë. E mirë, dakord, jo i ndryshueshëm. Dakord, po ju si avokat e dini shumë mirë që i rehabilitueshëm. Ah, bravo. Ai rehabilitohet. Po. Dhe pjesa tjetër pastaj e legitimitetit të kryetarit. Unë do të isha pjesërisht dakord që të shkoj për rikonfirmim zoti Berisha. Dhe kjo është pas një lloj nuance që po e hedh si premis për dalë në një argument tjetër. Jam dakord, në kushtet e sotme, Partia Demokratike nuk ka person tjetër që konkuron. Por zoti Berisha duhet të na thojë, ka detyrimin të na thojë ne, po mbi të gjitha demokratëve. Ai do ta ketë mandatin 4 vjeçar. Në 4 vjet. Çfarë do bëj? Eksakt. Cili është projekti ti politik? Sepse kemi me shumë të drejtë të që tha zoti Mziu, që ne jemi në një narkodiktaturë. Kemi një kryeministër që vjedh votat, dhe këto janë fakte, prapë nuk janë për premisa. Kemi një super pushtet që ka 83 mandate dhe mund t'i bëjë dhe më shumë, që synon mandatin e 5. Kemi këtë garën me Europën. Kemi shpopullimin. Kemi krimin organizuar që pastron paratë për kryeqytet. Kemi elektoratin dhe antarësinë e trembur dhe shantazhuar të Partisë Demokratike. Duhet një platformë minimale. Trump, Agenda 47 ka 20 pika. 5 mjaftojnë. 5 mjaftojnë. Dhe këto ka detyrim formal, doktor Berisha ta thoj, dhe me këto, unë them që do të kishte vënë përpara edhe kundërshtarë të tjerë, përfshi dhe zotin Saljani, të cilëve mbasi dilin me një projekt, do t'i thoshte si do ta realizosh. Se zoti Berisha, për të mirë apo për të keq, i ka mjetet njerëzore dhe mjetet e tjera. Kurse personi tjetër duhet të thoshte që i ka. Dhe gara në Partinë Demokratike, për mua është një gjë e shëndetshme. Unë mendoj që zoti Berisha nuk është se shmangu gara se ka frikë se humbet. Sigurisht. Ky është një mesazh për të thënë, topi është imi, penalltinë e gjuaj vet. Kjo është. Siç edhe protestat, pikpamja ime është që nuk po bëhen për gjë tjetër, vetëm për treguar që doktor Berisha është personi që njeh këtë lloj strategjie. Po nuk do ishte më, do me thonë, në sytë e publiku, nuk do kishte qenë më interesante nëse do të zhvillohej një garë reale, qoftë edhe nëse do lejon të Saljani përballë. Pse? Sepse dyshoj që Saljani përballë Berishës mund të kishte ndonjë shans për të fituar. Realisht. Ajo garë do të jepte zoti Berisha portretin e një njeriu liberal, një njeriu që pranon garën, një njeriu që pranon mendimin ndryshe, imazhi nuk e do Berisha këtë gjë. Në 8 janar kur shkoi dhe i ra Partisë Demokratike, nuk ishte forma tjera. Ideja është që, o vlla, po më dole ndesh, unë të qaj në dysh. Ky ishte mesazhi. Dhe një gjë të fundit, për sa i përket Edi Ramës. Edi Rama ka thënë një gjë, për cilën nuk jam dakord, por ka thënë, kali fitus nuk ndrohet mes garës. Prandaj nuk bën garë Edi Rama. E ka shkruar në statut. Është diktatoriale. E ka shkruar në statut. Është jo. Jo, e ka shkruar në statut, po them. More shiko, ai person e ka thënë në publik. Dhe kjo është Asen Verhoxha nuk e ka thënë. Asen Verhoxha. Por qofse është modeli keq, ne duhet t'i japim modelin tjetër. Berisha organizon Berisha do të ishte armiku votës lirë, ne duhet kemi vot lirë këtu. Po kishte Berisha përballë 2009-ën? Bëri zgjedhje Berisha kur ishte kryeministër? Ç'është bëri zgjedhje? Kë kishte përballë? Kush ishte kandidat? Po që nësi ka tash, s'do mor kandidatët me zor të i dërgoj aty. Po kush ishte pra se statutin? Neni 46.8. Në rast se pas shpalljes rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia nuk rezulton
forcë fituese qeverisëse, mandati përfundon me njëherë dhe automatikisht për shkak të statutit. Në këtë rast, kryetari që i përfundon mandati nuk i lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse. Mund ta marr fjalën unë. Së pari një që i pa zhurnuar me zgjedhjet e 11 maj. Nuk e keni zhurnuar faqen. Ta mbyll tash mos bëj zhurmusin kot. Ora, kisha unë fjallën në zotëri. Po jo valla ti se çapa të përton. Mos më thuaj më zhurmus. Po mi bra, kur e mora fjalën më lirë ta mbaroj. Unë prita derisa mbaroj ti. Me kulturë. Nëse ti s'kujtohen zgjedhjet e 11 majit, unë po deshet ti dërgoj forward 2 raportet, edhe të Dashit edhe të Parlamentit Evropian për vitin 2025 që ishin dhe procesi zgjedhjeve, që ishte një masakër zgjedhore që shteti, partia në pushtet, partia socialiste dhe grupet kriminale ishin të unifikuara. Pra s'kishte zgjedhje. Dhe së dyti, me qenë se qeke kash logus në këtë drejtim, a mundet të më lexosh statusin e Partisë Socialiste? Jo, zotim Ziu, një sekond. Një sekond. Paletat, po jo, një sekond. Një minut. Ore, ndalemi dhe të PS-ja. E para për të treguar që statuti i Partisë Demokratike është online dhe e lexojnë gjithë. A mundet ma lexosh? Nëse doni të merrni për shembull Partinë Socialiste, pastaj është tjetër gjë. Të lutem, a ka mundësi të logoni tek Partia Socialiste se kur zgjidhet dhe si zgjidhet kryetari. Do të marrësh për shembull Partinë Socialiste, do të marrësh për shembull Partinë Socialiste. Ne sulmojmë tërë ditën Partinë Socialiste tani ta marrë për shembull. Duke kërkuar tani statutin, ma gjejmë mund Parti Socialiste. O zotëri, ma gjejmë Parti Socialiste. Ore do marrim për shembull Parti Socialiste. Apo themi gjithë të zeza. Në faqen e Partisë Socialiste. Më gjej statutin e Partisë Socialiste. Çfarë do të dish? Më gjej se kur zgjidhet dhe si zgjidhet kryetari i Partisë Socialiste. Po çfarë interesi ka kjo për shtatar? Nuk ka për ty. Do marrësh për shembull. Ti po e bën pra. Po çfarë do, ore zotëri, do të kesh alternativë. Mua më vjen shumë keq. Bën lojën e PD-s pra. Ma radikalizon dhe do të krijosh armiq edhe në studio këtu. Ma gjej më vllai dashur. Ma gjej. Çfarë do të dish? Nuk e ka statutin e Partisë Socialiste. Nuk dua ta shoh me sy. O vllai, statutin e Partisë Socialiste. Lere ato ti se s'do ta shoh me sy. Se tani po bën lojën atyre. Më gjej mua statutin e Partisë Socialiste. Kjo është alternativa jote zotëri, që do të bësh nëse je armik, nëse je kundër, ti ka arru për të folur vetëm për PD-n, shif dhe për PS-n. Ma gjej, ma logu ke Partia Socialiste. Qa do të dish? Më gjej si zgjidhet kryetari i Partisë Socialiste. Okej, ndërkohë, qëndrojmë këtu. Ju zotëri, jeni gjë forcë fituese qeverisëse për momentin? Po apo jo? Si qeverisë për mua? Jeni forcë qeverisë, jeni në opozit, në rregull. Statuti juaj thot, partia nuk rezulton, një sekond. Partia nuk rezulton forcë fituese qeverisë, se ju nuk jeni forcë qeverisë, sepse nuk e zbatoni statutin. Se zoti Berisha vet ka dalë dhe ka thënë në disa dalje publike. E ke lexuar raportin ti ose be? Unë e kam lexuar dhe unë gjithë. Po të lutem tani me raportin të gjitha zgjedhjet e Shqipërisë ka problem. Raporti i zgjedhjeve të 11 maj 2025 janë zgjedhjet më të këqija të bëra në 35 vite demokraci në Shqipëri.